Zoti Merkoçi, të kalojmë pak në lindjen e mesme, teksa nuk kemi, po themi, një negociat konkrete ose një marrëveshje konkrete mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund asaj çfarë po ndodh deri më tani, ku ngushtica e Hormuzit vijon të mbetet nyja gordiane, ajo që ka prodhuar krizën dhe që me shumë gjasa do të vijojë edhe në të ardhmen. Ju si e shikoni, çfarë po ndodh konkretisht në lindjen e mesme? Lindja e mesme është një konflikt i cili nuk mund të mbyllet me negociata. Dhe s'ka për të mbyllur me negociata. Se nuk ka më rrugë negociatash. Përsa Garda Revolucionare bëri deklarat pardje, apo dje, nuk më kujtohet mirë, kur deklaroi që pas vizitës Trumpit në Kinë, bëri një deklarat ku tha që çdo anije e jona që do goditet, ne do godisim gjithë bazat amerikane, do godisim vendet e gjirit, po duke përfshirë në këtë rast Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët i kanë shpallur dhe armik, dhe do shkonin deri tek goditja e aeroplanbajtëse. Kështu që çështja e negociatave është mbyllur. Tashmë ngelet se kur do sulmohet apo kur do filloj konflikti apo sulmet ndërmjet dy palëve. Një nga personat të cilat është pengesë për negociata është Netanyahu, i cili nuk ka absolutisht asnjë lloj ideje për ta mbyllur me negociata, pasi ai vazhdon akoma luftimet. Me Hezbollahun janë bombardimet një pas njëshme, ka goditje dhe kundra goditje ndërmjet palëve, pavarësisht se është thënë që jemi në armpushim, po në asnjë moment nuk ka qenë në armpushim dhe vazhdon akoma goditjet. Dhe goditjet që Irani bëri kashi anijeve, tre fregatave amerikane, dhe goditjet që mi bëri kundra goditje që bëri Amerika, pikave të strategjike të kanalit të Hormuzit, aty ku u goditën, domethënë këto fregatat, tregoj që konflikti është i hapur dhe çdo ditë më tepër pritet të rinis sulmi. Të rinis sulmi për një arsye shumë thjesht, pasi Trumpi nuk mori ndonjë siguri apo ato çfarë priste nga takimi që bëri në Kinë, sepse kinezët nuk e pranuan, domethënë që t'jenë garantët e mbylljes të konfliktit. Përkundrazi, kinezët deklaruan që kanali i Hormuzit është i hapur. Pra, me këtë ata treguan që anijet e tyre kalojnë dhe Shtetet Bashkuara nuk mund t'i pengojnë dot. Dhe nuk mundet më tashmë që Amerika të tërhiqet apo të pushojë luftën në mënyrë diplomatike. Për sa kohë nuk ka absolutisht asnjë lloj drejtësile për të bërë një takim dypalësh ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Po, dhe presidenti amerikan, që të betemi pikërisht te kjo pikë, presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Iranin e presin kohë shumë të këqija nëse nuk arrihet një marrëveshje. Në këtë rast ky është një sinjal që po shkojmë drejt rikthimit tek lufta? Atë që ju thash dhe kam thënë edhe më përpara që këtë konflikt e mbyll vetëm lufta. E mbyll vetëm lufta sepse Irani arriti të kapi hemogjeninë e kanalit të Hormuzit, tashmë ai e zotron atë kanal. Dhe po të shohim të gjithë vendet e gjirit tashmë, qoftë Iraku, qoftë Arabia Saudite, qoftë Katari, po mundohen të bëjnë marrëveshje me Iranin për sa i përket kalimit në gjirin e Hormuzit, kështu që jemi në këto lloj kushtesh. Kushtet të cilët thash Amerika nuk i pranon, por edhe nuk mund të largohet në këtë lloj forme. Pra duhet një betejë për të justifikuar qoftë edhe largimin. Është pak sa e vështirë, sepse thash
takimi që bëri Trumpi me Xi në Kinë nuk i solli rezultatin e duhur, atë që Trumpi priste. Nuk e priste dot Trumpi, domethënë që mos ta mbyllte me një marrëveshje me Kinën. Kjo ishte ajo pjesa e të gjithë takimit, pavarësisht se Trumpi vajti me pompozitet në Kinë, vajti me të gjithë korporatat amerikane për treguar që ne nuk kemi probleme politike apo strategjike, po kemi vetëm probleme marrëdhënie, të ndërtojmë marrëdhënie ekonomike. Kjo tregoi që aty ishin totalisht marrëdhënie politike dhe u duk që Xia u tregua diplomat. Po, ndërkohë, po që të mbetem, më fal, se po ju ndërpres tek argumenti juaj, por për ta përforcuar edhe më shumë idenë e rikthimit të një lufte, presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar një telefonat gati më shumë se një orë me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu, ku midis tyre është diskutuar për mundësinë e rikthimit të luftimeve kundrejt Iranit. Në këtë rast, çfarë po ndodh dhe çfarë po kërkon të arrijë Izraeli kundrejt Shtetet Bashkuara të Amerikës nga njëra anë, por edhe kundrejt Iranit nga ana tjetër? Jo. Lufta që u bën në Iran nuk ishte lufta e Amerikës. Ja kam deklaruar që në fillim që ishte një luftë e bërë për hatër të themit të Izraelit. Apo Izraeli tërhoq përdore Amerikën në këtë konflikt, sepse ky nuk ishte konflikti i Amerikës. Amerika gjirin e Hormuzit e komandonte, Iranin i kishe fut në sanksione, kështu që nuk kishte ndonjë problem Amerika për të sulmuar Iranin. E gjithë ishte ideja apo dëshira e Benjamin Netanyahut, i cili ka deklaruar gjithmonë që është betejë e 7. Pra, pasi gjithë 6 vendet e gjirit i kishte bërë të mundur, pra ishin ndërtuar bazat amerikane, i zotronte Izraeli, edhe në luftën që u bë në Gaza, ishte një luftë e cila e stisur nga Izraeli, dhe Izraeli tashmë kërkonte të sulmonte dhe Irani. I 7 që ngelesh Irani. Kështu që në këto kushte Izraeli do ta bënte këtë luftë. Benjamin Netanyahu kam thënë, dikush i rabin aty i ka thënë që ti je Mesia dhe aty u ka mush mendjen që është Isia. Dhe duke qenë Mesia ai do bënte atë Izraelin e madh, sepse këto janë gjëra të cilet ai ka dalë dhe i ka deklaruar. Qoftë me hartën e Izraelit të madh, qoftë duke deklaruar që pas shitëve e kanë rradhën synit. Pra është një projekt i Izraelit. Nuk është thjesht i Amerikës. Amerika i dha mbështetjen në këtë betejë. Por ngeli brenda, se nuk e pritsin që Irani do të ishte aq i fuqishëm sa në një luftë asimetrike jo vetëm të rezistonte, por edhe të triumfonte duke marrë, thash, edhe sovranitetin e gjirit të Hormuzit. Kështu që në këto kushte gjithë politika u detyrua të pranoj më Izraelin si Iranin si një fuqi e katërt në botë, një faktor i katërt në botë. Domethënë duke pas armatimin që nxorri Irani, tregoi që kishte një supremacim të jashtëzakonshëm për sa i përket raketave. Ata nuk kanë flotë ajrore, nuk kanë flotë detare, po kanë një flotë mushkore që quajnë ata, të cila akoma se ka futur në përdorim. Dhe ajo që Irani tregoi edhe një herë që ne tha do të bëjmë atë të mundur që do shkatrojmë çdo gjë. Kjo ishte deklaratë shumë e fuqishme e Iranit, por ka dhe problem që Irani në çdo deklaratë që ka bërë, se kemi nxjerrë një armë tjetër, thotë, të pa deklaruar akoma. Se s'dihet se çka ka. Por si duket jemi në kushtet ku thash bisedimet janë anashkaluar totalisht, nuk ka më, por se si do filloj lufta.
Dhe tjeni gjykoj që Izraeli do të gjuhej përsëri i pari, do godas i pari. Dhe pastaj do futet Shtetet Bashkuara do futet në lojë, por atë që shoh nuk është shoh vetëm të telefonata që ka bërë Trumpi me Netanyahu, por shoh atë këmbgulin që Trumpi po kërkon çdo kusht që vendet e Europës apo të NATO-s të jenë aktive dhe të marrin pjesë aktive në këtë betejë. Dhe këtë e kërkon me çdo kusht për një arsye të thjeshtë, sepse do t'ja kaloj të gjithë barrën themi t'ja kaloj NATO-s dhe nesër tërheqin ta quajë të NATO-s dhe jo të Amerikës.